protestën që vazhdon në Tiranë, në bulevard përballë kryeministrisë, më pas marshimit kryesor në rrugët e kryeqytetit. Ende nuk dihet si do të vazhdoj më tej, po bëhet gati më shumë se 2 javë është një njëjti skenar, megjithatë sot do ta trajtojmë një aspekt tjetër përveç atij politike, edhe një aspekt sociologjik, dhe kam kënaqësinë që të kemi të ftuar profesor doktor zotin Fadil Maloku. Profesor, përshëndetje dhe faleminderit shumë. Përshëndetje nga Faleminderit. Profesor, një protestë kundër, mund të themi, një projekti e cila më pas doli kundër establishmentit, por ju si keni parë me veçoritë e saj të protestë? Të thënë drejtën, unë këtë farë vlimi, apo këtë farë zgjimi, si me thonë, apo gjallërimi të qytetarisë në Shqipëri, mund të interpretojmë si një produkti ndërthurës së shumë faktorë. E para në kuptimin sociologjik tek protesta unë shoh një lloj krize evidente të mos përfaqësimit të shumë shtresave në projektin e asaj që ju përmendët, që është identifikuar nga ana e këtij establishmentit që ka qeverisë tanishme me emrin Rilindja, që duket që në esencë nuk prodhoi asgjë, dhe e dyta unë e shoh këtë si një proces i vetë kërkimit, themi kështu, kërkimi i një lloj identiteti të ri qytetar, i cili është duke këmbgul me aktin edhe faktin e zgjatjes së protestave për një standard të ri evropian, tipik evropian, ku do të sundoj ligji, ku do të ketë media të lira, ku do të ketë, domethënë, një frymë e re e cila është kompatibile me proceset dhe zhvillimet aktuale që janë të ndodhur në botën. Nga se kujtoj që qeverisja këto sa më vjen 36 vite që jeni duke ndërtuar më herët demokracinë, në sytë e qytetarëve unë shoh një lloj zhgënjimi, edhe kjo farë odisejade, si të themi, e revoltës, kur t'i shtojmë edhe frustrimin edhe akumulimin që është bërë gjatë tyre gati 3 dekadave, atëherë mund të kuptojmë se kemi një farë trajtimi të qytetarisë si një lloj, si të themi, një lloj kopje tashuj kështu postmoderne, ku qeveritarët në vend që të qeverisin dhe të jenë shërbim të institucioneve dhe qytetarët, ata në fakt pushtetin e kanë shfrytzuar për të krijuar një, si me thonë, një klasë që është identike edhe në Kosovë, një proces. Pra për herë parë në Shqipëri, gjykimin tem, instalimi i krijimi i klasës kapitaliste ka ardhur si rezultat i monopolit mbi pushtetin, e jo një demokracie të lirë ku na kemi përvojën e shumë shteteve demokratike, ku demokracia dhe kapitalizmi instalohet në bazë të disa norma, rregulla dhe vlerave të cilat janë, domethënë, përgjithë. Ndërkaq këtu tek ju, në shumicën e vendeve postkomuniste, vrim që pushteti politik ka shërbyer si duke pas monopol të krijojë një klasë të re, e cila për këto 3 dekada në gjykimin tim e ka keq përdorur edhe ka keq menaxhuar dhe ka qenë jo në shërbim të gjithë qytetarëve të Shqipërisë, por në domethënë në funksion të oligarkëve, mafis. Pra, shkurt, shoqëria shqiptare në gjykimin tim është një shoqëri e cila me faktin e qeverisjes prej vitit 1997 e kanë ditë. Gjitha qeverit pa dallim në një farë mënyre janë të inkriminuara edhe kanë keqpërdor pra pushtetin, nuk e kanë përdor për mirëqenien e qytetarëve, për ndërtimin e arkitekturës së asaj që quhet edhe identifikohet gjithku në botën demokratike si vlerë, si domethënë ku qytetari, vendimmarrja e qytetarit është si më thon vendimtar. Ndërkaq në Kosovë, po edhe në Shqipëri sidomos, tash Shqipëria është pak më specifike se ka dalë prej një sistemi shumë më
si me thonë, ka qenë një sistem tipik stalinist. Tek ne ka qenë një tjetër sistem i cili ka